për mu ka shumë rëndësi njerëz mysafirët të cilët i kena në Drive on Dia. Dhe ka njerëz të cilët bëhen të dukshëm në media dhe ka të tjerë njerëz të cilët e ndërtojnë emrin e tyre duke punuar vazhdimisht me shumë disiplinë edhe pa kërku me qenë gjithmonë 24/7 në qendër të vëmendjes. E ftuara ime sot i përket besoj kategorisë së dytë. Gili Hoxha e ka nisë rrugtimin në media shumë e re. Gazetare, autore, ka pas emisionin e saj, ka raportu për kulturën, ka fitu një çmim të rëndësishëm për vite më radh. Fjala ka qenë mjeti kryesor i punës së saj. Por në një moment kur shumë kush lufton për me qëndru para kamerës, Gili na ka inspiru krejtve që vendosim u largu prej televizionit. Specialiste e komunikimit në Kosova Job, e ka podcastin e saj, është pjesë organizimit të një prej ngjarjeve më të mëdha që organizohet në Kosovë, që është Samiti i Gjarit i burimeve njerëzore në Kosovë, derisa përvojën e saj po ju transmeton edhe studentëve të IT-s përmes ligjërimit që jep në Business Communication. Kështu që gazetari, poezi, PR, komunikim, mësimdhënie, krejt doka ndryshme, po keq që lidhen njëra me tjetrën, dhe kështu që krejt kjo që ka lidhet njëra me tjetrën është fjala dhe komunikimi. Për mu ka shumë rëndësi që sot Gili është pjesë e emisionit ton. Gili Hoxhaj, e dashur, mirë se na ke ardhur. Mirë se gjeta, Donika, shumë ndjenje veçantë për 10 vjet të lexu introt biografive dikujt tjetër, me dëgju për veten, kështu që faleminderit shumë. A ka momente që e harron çka ke bë? Po, natyrisht, sepse na ti e den mishërohemi qaq shumë me profesionin, me punën që e bëjmë çdo ditë, e bëjmë zakonisht për tjerët, me qenë qendrat vëmendjes dhe harrojmë që na mundemi me qenë një histori më u tregu edhe më u shpjegu kështu. Shumë bukur e tha, na e harrojna këto, harrojna kur ne intervistojmë, çka flasim, çka kemi bë, sepse tjetër ka është fokusi, po kur ndalesh edhe she, e mbaj mend shkrimet e tua në koha net, emisionet, çka ke shkruajt, çka ke bë krejt, me shumë kënaqësi gjithmonë i kemi kliku për mi lexo. Po du mundal me fol një vajzë e re që ka hyrë shumë herët në moshë, duke ditë edhe vetë që kom hyrë me 14 vjetë edhe ti shumë e re në moshë në media kur e shef këtë vajzë, a mendon që ke qenë jashtëzakonisht e guximshme, apo thjesht nuk e ke ditë sa e vështirë është kjo punë? Çka ta merr mendja? A i ke ditë gjithmonë që është media ana jote favorite? Faktikisht në media nuk kom përfundu aksidentalisht, sepse ka qenë ëndër e fëminisë, që prej fëmisë që tash në qendër kom pas fjallën, kom shkru edhe kom dar shumë letërsinë, kom pas pasion, edhe mënyra vetme që kom mendu që letërsia mundet me qenë një fushë me cilën ose shkrimi mundesh me mri çdo ditë te lexuesit, te audienca, e kom pa nëpërmjet gazetarisë, dhe më kam gjithmonë pëlqejnë shumë njerëzit, mënyra që jetojnë njerëzit, edhe sepse na inspirohemi veç për historive të jetuara, dhe kom menduar që gazetaria është mënyra më e mirë që me mujt historinë e dikujt në një formë më të shpejtë, edhe nëpërmjet mediave, audiencës krijuar prej mediave, me mri edhe publikun. Kështu që ka qenë gazetaria ka qenë ëndër e feminist, nuk ka qenë diçka të cilën unë nuk jam përgatitur, edhe kur e andron diçka, ja e andron ashta pikrisht për shkak të sfidave që vinë me profesionin, sepse unë mendoj mundem me qenë gabim ata që përfundojnë karriera të sigurt, përfundojnë për shkak se nuk dojnë me shty limitet e veta. Comfort zona. Po, e një gazetar, kur hin në gazetari përgatitet gjithmonë që shtat markezi, çdo ditë në gazetari mundet me të qumë pikën 0. Ti mendon që e ki një temë edhe që pe krym punën në ora 5, më ka ndodhur, kom shku në ora 6 kom marrë çantën dhe ka dalë një ngjarje me raportu, edhe çdo ditë krejt çka ke bë mundet mos me kanë irrelevant në momentin tjetër që ti ke punu 5 orë, edhe janë nis ditës prej pikës 0, kështu që unë kom qenë e përgatitur për nuk kom hi si naive në gazetari, po mandej kom zgjedh kulturën që ka qenë një fushë ku gjithçka duhet me ndjek deri natën vonë, jeta kulturore nis shumë vonë, nis prej orës 7-8 mbrëmje, edhe ka ndodhur me met deri në ora 12, një në terren festivale mi përcjell, veç që të nesërmen mja tregu audiencës çka ka përmbajt, ose sidomos kom punu me njerëz që e bojnë muzikën
njerëzve që e bojnë artin, edhe për mua ka qenë e rëndësishme dikush që krijon në një vend si Kosova, shpesh nuk i shumë mundësi ose ato mundësi janë të limituara, ka qenë shumë e rëndësishme m'ju jap za artistave, njerëzve që vendosin me jetu për pasionit. Pra, në moshë shumë të re ke vendos me sakrifiku nga koha, jeta jote për me jep maksimumin, edhe shumë shpesh besoj që njerëzit harrojnë që me qenë në profesion gazetar vjen me sakrifiku shumë prej kohës tënde, familjes, shoqënisë, me qenë prezent aty ndoshta e bën plan me dalë me shoqëni, del një histori e thu sorry, nuk muj sonte, nuk jam. Më ka dalë një ngjarje në Prizren, do na gjithçysh me ndjek. Gazetari s'ka plane, s'ka plane as në redaksi, as në shoqëni, sepse kur nuk e din ku përfundon, edhe për aq sa kom punu gazetare, kur nuk kom mujt me planifiku ditën tem ose me pas mi premtu dikujt që tash shihem ose tash nuk shihem, se vetë natyra është e tillë, ti përgatitesh te jetën, po mandej kur shkputesh e sheh sa e ngarkuar ke qenë. A muj me ditë atë merr malli, a ka qenë vendim i vështirë për ty mu shkput nga televizioni? Me thonë drejtën jo. Mi thonë dikuj që merë malli për televizionin, për frymën e televizionit, dhe tash kur erdha këtu në radio televizionin Dugagjini, në radio në Dugagjini, unë mendoj sado që ka kompani shumë të mira me kulturë të mirë të punës si kompania ku punoj. Mendoj që nuk ka ekipe që familiarizohen më shumë se ekipet në media. Edhe mungon ajo fryma me cilën na kemi punu, sepse ti nuk mundesh me punu, me marr rrugën prej këtu deri në Tiranë brenda ditës me njerëz me cilët nuk mundesh, nuk lidhesh, sepse ti lidhesh, i ki 4 orë rrugë, janë 3 veta në ekip të cilët e japin më të mirën që ti me nxjerr me përqu lajmin, me qitë historinë së ma mirë, pra nuk është veç gazetari, janë kamermanet, janë montazherët, janë regjia, edhe janë të gjithë zinxhir që punojnë që ajo më dalë sa ma mirë. Edhe kur njerëzit lidhen për një mision, për një vizion, unë mendoj që lidhen më shumë edhe me njëri tjetrën, sepse i lidh çaj misioni përbashkët drejt cilin rrugtoj, mungon më shumë ti dhe çajo energjia, por nuk të mungon presioni. Ajo, po kujt i mungon presioni që ai të foloj dëni. Çka ai të vol? Adrenalina të mungon. Adrenalina është definitivisht. Me raste, por mendoj që televizioni ta bën adrenalinën pak për ditëshmëri, e kështu që unë megjithatë edhe në punën që bëj tash ata udhëheqësit e kompanisë se kanë gjetë një formë që mu më jep adrenalinën e pasionit që e kom gjetë, kështu që mendoj që tash jam shumë okay me balancin. Stabil. Unë isha 2 javë në pushim, edhe ditë e fundit e mendoj okay, a du me hapë emisionin kështu? A është kjo kohë nga me cilën du me qel? A du këto, dhe thashë sa e nevojshme është ka njerë me abo restart, njeri mendjes, inspirimit, motivit, në mundësi me sjell diçka më të bukurën edhe më të veçantën prej vetës tek audienca, se definitivisht për më jep energji ti dush me qenë mbushur për veti me full energji për me e dhuru ato. A ke pas frik, Gili, se largimin nga mediat mundet mu dok si një hap prapa për të tjerët, edhe pse për ty në këtë rast është definitivisht një hap përpara 100%. E ke kriju një identitet që e specifikon komunikimin të te, por që është i një dimenzioni pak ma profesional. Në fakt, kur jam largu prej televizionit ku kom punu, i kom besu ma shumë intuites, dhe mesazhi që kisha dash me jep është për këtë njerëzit mos me mendu gjithmonë çka mendojnë tjerët, ose mos me mendu rezultatin, po mi besu procesin. Bravo. Mi besu çush je ti tu ndije dhe intuites ka me të qu. Kur kom dal për televizionit jam përshëndet me kamera, dhe kom mendu që kur më nuk kom dal para kamerave, dhe jam kon okay me atë pjesë, sepse unë kom shku prej shkrimit në televizion, edhe në faktisht tu qem pak mes introvertes dhe ekstrovertes, ambiverte, pak jo mundu me ju i kamerave dhe di kolegu jam i ndjerë, triti më thoj ke radio është anej, sepse na kemi qenë me radio në një ndërtesë, kështu që kur kom ardhur në Kosova Gjap, kur e kom fillu rrugtimin, mandej kom mendu që kom nis me shkru për një platforma edukative dhe kom mendu që kamera s'kom ndal më përpara. Po për që bën Gili podcast. Po udhëhesi kompanisë Arion Rizaj mandej dhe Aleksit të po edhe që kom bëu të po nevojën, sepse sot gjithçka është komunikim, gjithçka është kamerë, audienca e don, edhe është një mesazh shumë i mirë edhe për krejt kompanitë, çfarë do fushë
që është e rëndësishme me ditë me komuniku mesazhin e kompanisë, sepse mënyra që njerëzit shohin, që besojnë, njerëzit lidhen me historitë e njerëzve. Qoftë një produkt, nëse se tash kur e ligjëroj dhe komunikimin e shoh, njerëzit e blejnë një produkt për mënyrën që i bën mundi ai produkt, jo për shkak ndoshta gjithmonë të cilësisë së produktit, por që lidhen, që e besojnë, për nga prodhohet, domethënë sa i besojnë asaj historie ose që është ndërtu. Kështu që mandej edhe Aleksi tu insistu me fillu një podcast. Hajde tash ti qesim qendër njerëzit që bojnë suksesin për Kosovës, që ndërtojnë rrëfime të suksesshme, edhe e nisem edhe podcastin, edhe mandej unë domosdo u ktheva në media. Tu mos qenë media, edhe më shumë ndoshta se sa që kam qenë televizion, edhe të kriju mandej një identitet tjetër, edhe tu i bashkëdyzu krejt përvojat. Kështu që për mua kur kam dalë në televizion nuk e kam pa as si hap para, as si hap mbrapa, e kam pa si vendim nevojshëm që unë e kom di me marr, edhe një gjë shumë të mirë, na nuk mundemi me kriju kur jemi të konsumum brenda vetës, duhemi thjesht me bën një balancë të qetësisë, sepse veç të komuniku me veten, të e kuptu veten, muj me komuniku me tjerë. Kështu që unë e kom bërë çat hapin edhe që ajo koha larg televizionit, edhe çaj besimi që më ka jap mandej, më ka ndihmu që me kanalizu edhe ma shumë mënyrën që unë po du me zhvillu qoftë një podcast, qoftë rrëfime tjera, qoftë në të ju ndihmu kompanive që me ndërtu identitetin e vet. Kështu që gjithë ata që na dëgjojnë, udhëheqës të kompanive ose që punojnë kompani, është shumë e rëndësishme me ju besu, qoftë gazetarëve, qoftë njerëz që kanë bërë rrugtime në televizion, me ju besu, me ju ndërtu rrëfimin e historisë kompanive, me tregu, sepse kur gjona nuk e bëjmë ma shumë se sa që kemi dëshiren mi promovu njerëzit. Shumë. Une e kom gjetë vetën në deti, në plazh, kur krejt ishen duke shiu perëndimin e diellit, edhe une e kom dëgju tekstin e një këngë, edhe kur prej babi tem 75 vjeç deri te nipi jam ai vogël 11 vjeç, ishin krejt tu e shiu që atë perëndim diellit, une e gjej momentin në mesin e 11 anëtarëve të familjes tem me ju fol për historinë e një këngë, se pse është e veçantë ajo historia e këngës, se si është shkruar krejt, edhe gjeta veten që i kisha marr primatin në sy krejt atyre me fol, edhe ishin një 2-3 shezllona duke më dëgjuar me shumë vëmendje. Edhe thash, do më thonë, kjo definitivisht është pjesë e natyrshme e disa njerëzve që punojnë në media. Kanë qef me tregu histori, kanë qef me ndoa me ty informacione, kështu që shumë bukur e tha. Gazetaria kërkon për përgjigjen që dikush ndoshta nuk dëshiron me jep, derisa PR-i ndërton mënyrën se qysh një histori komunikohet. Qysh bashkëtojnë sot këto dy mendësi brenda gilet. Është një thënie shumë e mirë, e thotë gazetaria është me publiku diçka që tjetri nuk don me dëgju, gjithçka tjetër është PR. Kështu që unë të punu për një kohë gjatë në gazetën Koha Ditore, mandej në Koha Vizion, kemi mësu vazhdimisht edhe kom studiu gazetarin që me qenë neutral, edhe duhesh më mundu mi qitë krejt ant, në mënyrë që me jep pasqyrën e qartë të ngjarjes. Mandej kur e nisa podcastin, e di që bëjsha pyetje kështu, jo si në radio, sepse ti bën shumë mirë, po unë të qenë për perspektives kështu me të raportu në mënyra ndryshme, e bëjsha pyetjen shumë të preme. Edhe e di që kolegu jam Aleksi Mabekegili njerëzit do të më dëgjojnë, edhe për shkak të do të më jap edhe perspektiva tua, edhe me jep, edhe mandej çaj u kon që ti duhet me mësu, edhe menoj që këtë gazetarë, sepse sot po bojmë content secili për veti, edhe secili pe gjen audiencën e vet. Nëse sot njerëzit dëgjojnë vetëm për Doniken mundet me gjenë rrjetet sociale edhe me po edhe çfarë mesazhe të tjera promovon Donika. Kështu që në PR mendoj që është e rëndësishme me mësu parimin e vërtetësisë që bëron për gazetarisë. Nëse je gazetar nuk mundesh me tregu një histori të cilën ti vet nuk e beson, sepse është me tratu profesionin edhe çka do që ti ke ndërtu, qoftë me studime, qoftë me atë karrierën tonë në gazetari. Kështu që te unë ka njëtu, gazetaria më ka ndihmu me i pa krejt perspektivat, me mendu shikusin, me mendu palën e tretë, me mendu palën e katërt, që në PR, ata që fillojnë vetëm me PR, mësohen me pa vetëm anën e mirë. Kështu që unë PR është me nxjerr anën më të mirë të një aspekti, po unë mendoj që ai që transmeton pikëpari do të më besu, që ata që thot për më të besu tjerë, sepse mimika, gjuha, edhe çka do tjetër është komunikim, edhe gjuha e trupit flet më shumë. Edhe vret kur na nuk e përqojmë pasionin, nuk e përqojmë atë, nëse nuk e besojmë vet
ata që nuk e beson vetë mos e transmeto as për dikën tjetër. Sa bukur e the, sa pozitive je Gilje. Edhe vrejesh që e don shumë punën, edhe je një prej organizatoreve të summitit më të madh për HR, për burime njerëzore që organizohet tash disa vite në Kosovë. Për mu nder me qenë pjesë e këtij summiti, e di që edhe kemi bashkëpunuar edhe me Radio Edukagjën edhe me gjithçka tjetër, por me nga afër që ke organizu, ke ftu njerëz nga Google, nga ChatGPT-ja, nga Microsoft, shqiptar të cilët nuk kemi dëgjuar kur më herët që punojnë për këto kompanie, ndërkombëtar të cilët vinë për herë të parë në Kosovë e që i vetmi qëllim është që ju doni me marr qatë komunikimin, eksperiencën e tyre para audiencës kosovare dhe të rajonit, nuk është punë e lehtë. Është lodhje. Nuk është punë e lehtë, po është punë që bëhet me pasion edhe për këtë punojmë këtë ekipi i Kosovajë. Yes. Edhe për edhe jemi shumë të lumtur që edhe ti për 2 ditë ke qenë pjesë e dinamikës tonë sikur me pasion me neve çdo ditë, sepse për 2 vjet e moderon në skenën kryesore që e kemi në Power to HR, edhe në farë forme edhe ju jeni mishru, edhe unë e di që me ty s'kemi gati se heq punë, sepse i njeh, i lexon, duket sikur ke qenë këtë takimet me neve dhe të falenderoj edhe kështu. Unë ty të falenderoj, jo, lej, Donika leje. Energjim pozitive, po kështu që në Power to HR na mundohemi me sjell lider botror që bojnë ndryshime, që ka ndërtu kultura organizative dhe mundohem me vendosën në qendër njerëz. A e ki vështirë Gile? Unë mendoj që kur gjon nuk ka të vështirë kur bëhet me pasion, sepse është vështirë derisa ti të besojsh edhe hin në proces. Mandej pjesa tjetër është veç ato qëllimet që ja vendos vetes me imri. Mandej ti e ki atë garen me veten, ku po do me mri, hajde edhe ja çon hala më lart ato limitet vetvetes, kështu që të pas mbështetjen e duhur, të pas besimin, bëjmë kështu. Mjafton me të besu edhe mjafton mandeti atë përvojën që e kem mbledh. Nuk është e lehtë në kuptimin e organizimit edhe detajeve që ka janë, po mandej kur bëhet me pasion njerëzit bashkohen qatë pasionin tanë. Edhe ideja një falës për Spanjës po më pyet, ti personalisht ta pse e bën këtë punë, pse ti mundosh më na bin neve marrë në Kosovë në summit, tash sepse unë e shoh si akt patriotik, sepse mendoj që kur dikush prej LinkedIn-it, prej Google, prej kompanive të mëdha vendos postime, vendos video që kanë qenë në Kosovë, po organizohet një ngjarje inovative, tregon që Kosova më nuk është ai vendi që vetëm kërkon ndihmë, është vendi i cili i mbledh njerëzit e inovacionit, edhe historitë më të bukura dëgjohen në Kosovë dhe i mbledh rinin edhe inspiron nëpërmjet 100 sesioneve që kemi pas. Apo e shë prap lidhet gjithçka me komunikimin, gjithçka me ndarjen e historive, qofshin ato për teknologji, për burime njerëzore, ose çka do tjetër. Kjo e bën edhe jetën më të bukur, edhe unë mendoj që njerëzit të cilët janë pjesë e këtyre historive, komunikimit, që unë edhe te e kemi si pasion, e bën edhe jetën tonë me adrenalin edhe ma interesante. Gile, nëse karriera jote deri sot do t'ishte një libër, gazetaria, televizioni, PR-i, poezia, por edhe mësimdhënia, çfarë titulli ja kishe vendos kapitullit që po e jeton tash Gile? Nashta asgjë nuk është veç një titull, sepse është mirë mos mu lidh me tituj, por mu lidh me mënyrën që na ndihemi ditës. Mendoj që ata 5 minutat kur e përfundojmë ditën që na ndihemi çka kemi bë, me impaktin që e krijojmë. Mendoj që ajo është titujt sot e ki kështu, nesër e keni titull tjetër, nesër e keni titull tjetër, po pasioni është ajo që të jap identitetin, mënyra që nëse një mësafir e imi janë podcast, tha shumë mirë, e shpjegoj kohën e luftës që ka bë, dhe tha, nëse ke bë diçka sot, në që tavolin, kime bë diçka në një tavolin tjetër, që që energjia është ajo, titujt shkojnë e vinë besin, lëvizin kështu ashtu, po na e kemi energjinë e njëjtë që e qojmë kudo. Sa bukur. Çka është sukses për Gilin sot që nuk ka qenë sukses për Gilin që kur i kishte 20 vjet? Nashta sukses është
me undi mirë me ato që e bën, me uni e përmbushur me ato që e bën. Suksesi, çmimet, ajo kjo titujt, unë nuk isha sot si sukses, ndoshta si e re isha titujt isha. E shoh nëse ti ke bë impakt, nëse ke mri 2-3 njerëz mi bë më të lumtur gjatë ditës ose 2-3 njerëz sot na më inspiru me këtë intervistë që ju e bëni çdo ditë, i bëni mundi më mirë. Mendoj që ajo mënyra që i bëjmë tjerë mundi dhe mënyra që na ndihemi është suksesi. Mandej edhe kur kom filluar ligjërimin e kom kuptuar dy aspekte të rëndësishme, që është me mbet gjithmonë nxënës dhe mësues, sepse ato që ka mësojmë me nda me tjerë, sepse veç ashtu e shumë fishojmë edhe ato që ka kemi mësu, na ka mësu dikush tjetër nuk e takon, me nda me dikon tjetër, edhe me qenë gjithmonë nxënës, sepse çdo ditë lindin shumë sene që na mundemi me mësu, e kështu që është mirë kur mos mu kënaq me veten, po më mundu çka mundesh me mësu brenda ditës, mos me humb shansin me mësu, e kështu që nuk i mësojmë gjitha për një ditë, po çdo ditë me bo kanë javë të vogël. Sot përkrohen femrat, qikat, gratë. Shumë, vetë fakti që më ke thirrë këtë në intervistë, tregon mjaftueshëm që unë të kom thonë, unë e du storia jote mu dëgju në Drive on Day. Faleminderit. Du me ditë njerëzit që pavarësisht që ke hek dorë për diçka që të ka qenë për ty pasioni nuk ka hek dorë për te, të ka ndjek në një formë ose tjetër. Edhe kjo tregon shumë që ka njerëz të cilëtojnë qysh me hek dorë unë për diçka që mu më plotson kur unë e bëj. E nuk e kuptojnë që rrugtimi jot mundet me sjell ndryshime. Edhe mënyra se qysh jep shumë kontribut për vetës, për kushtim, pasion, e bën që puna jote mu duar të rëket. Por a mendon që e përkrojmë njëra tjetrën mjaftueshëm? Unë mendoj që e përkrojmë varësisht prej rrethit ku gjendemi, ose ndoshta mundona tash prej perspektivës fjalës mundona fokusunonën e bukur të përkrahjes, por në shoh çdo ditë ndoshta 70% të mesazheve përkrahase për punën edhe që reflekton puna e marr prej grave. Edhe çka e kom pas shumë të rëndësishme, sepse fillimisht punën e parë kom nis për një gruaje që më ka besu Kul Plus, kom nis prej Ardianës, mandej skenën e parë kur kom lexuar poezi ka prej Zana Hoxhës për një gruaje. Edhe do më thonë, po gratë din me të përkra dhe din me pas sa të vështirë e ki si grunda njëherë më të vështirë se sa burrat me mri, po unë kom pas fatin me punu gjithmonë me njerëz, cilët nuk e shohin kontributin, nashta edhe duke qenë rrethuar për këtyre njerëzve, nuk e di çka ndodh në një mjedis ku gratë ndoshta luftohen, po e kom pas fatin e mirë me të pasi profesioniste, me të pa që ka mundesh me jep prej vetës, e të mos ditë ndoshta që kjo mundet me qenë edhe a je grua apo jo, kështu që është rëndësishme gjithmonë, po e tham, kur e zgjedh një kompani ku punoni, është më rëndësishme se puna, titulli që e bëni, është njerëzit me të cilët punoni, sepse nëse nuk kisha punu me njerëzit e duhur, perspektiva jam e gazetarisë e media veç kish përfundu. Kështu që është rëndësishme njerëzit që e shohin dritën brenda juve, që e shohin anën më të mirë të juve dhe që mundon, ndoshta kur ti nuk beson në veten tënde mjaftueshëm, ata më thon, jo ti ki me dal këtu, jo ti ki me bë këtu, jo ti ki me dal me thon storin e kompanisë. Ani se disa njerëz 13 vjet kanë punuar me ndërtu qatë story që ti e tregon. Kështu që zgjedhni pavarësisht a janë burra apo gra, zgjedhni njerëz të cilët e besojnë potencialin e juj. Sa më shumë që qëndroni duke punu për njerëz që nuk shohin zhvillimin e juj, aq më shumë humbni prej potencialit që ju mundeni me jep. E jeta është shumë e shkurt. Faleminderit shumë për këto. Çfarë? Lup. Veç po ngaj, për herë të parë s'po ndërhyj. E fundit, nëse një vajzë e re po na dëgjon tani dhe dëshiron me bëu emër në media, në komunikim, çfarë do profesioni tjetër? Çka i kishte thonë për punën që askush nuk e sheh, por që një ditë krejt e shohin veç rezultatin e saj, por nuk e shohin si çka qëndron prapa punës, sikurse që është gazetaria. Jo veç gazetaria, po çdo punë tjetër, unë mendoj që për me mësu ti shumë, sepse unë mendoj që në media kom jetu tepër shpejt të bëj emision të shkruaj për këtë. Mendoj që kur nuk do të më thonë nuk është puna jeme. Ata tri që kanë këtë perspektivën, jo nuk përbëj se kjo s'është puna jeme, nëse kjo sot nuk është puna jote, nesër për mu avancu,
edhe që ajo ka me qenë puna jote. Kështu që ma mirë ti me qenë e përgatitur, me ditë me ba, që kur më rinë të që ajo shkolla tjetër, ti veç e ki përvojën, kur s'ka qenë puna jote. Gili, gjeneratat e reja, pa dasht me ofendu, kërkon as kur gjo, nuk janë kështu si kurse jemi ne. Do më thonë, ndoshta kjo është edhe për shkak e edukatës që kena marrë familje, jo pse gjeneratat e reja nuk e kanë këtë edukat, po e kanë po që ndoshta një gjenerat para tyre ka pranu shumë, ka thonë po shumë, edhe po i shohim gjeneratat e reja të cilat din me thonë edhe shumë shpejt jo, nuk e bëj këto. Po, pajtohem, po sot gjenerata re është një gjenerat e cila nuk e din që shka qenë jeta pa internet. Kështu që ka jetu në kohën ku informacioni, dijen e kanë marrë shumë shpejt, na jemi të mësuar që me mbrit të dijat e një aftësi shumë ma me vështirësi. Po unë kisha thënë edhe prej perspektivës punësimit tash që shoh dhe samiteve që organizojmë, kur nuk do të në vlerësu mentar. Njerëz që kanë një karrierë para teje. Unë jo mundu me kalu ma shumë kohë me njerëz që kanë ma shumë eksperiencë se une, edhe me mësu prej tyne, me mësu prej gabimeve tyne, me mësu prej mendësisë tyne. Kështu që sado që sot i kemi informacionet të shpejta që mujmë i shfletu, mujmë i marrë një orit, është të rëndësishme me dëgju rrëfime, me dëgju podcast, me dëgju intervistat e juja, me nejt me Doniken, nëse dikush sot vjen i ri, me i ditë hapat e parë të Donikës edhe durimin që ka pas Donika gjatë procesit të ngritjes, sepse mendoj që mas miri mundemi me mësu prej njerëzve, prej Ta zemrën, s'o guxoj me të lunë me folë për mu. No, sot është Gili for President. Gili for President për durimin, edhe maturin, edhe për kushtimin që i ke jep. Gili ka shumë gazetar, ka shumë njerëz të cilët e kanë braktis këtë profesion, kanë vazhdu tutje, edhe pa tjetër ndoshta bojnë punë më të madhe se unë se ti edhe kur çka do tjetër. E rëndësishme është pasioni me qëndru prapa së cilës punë, edhe unë jam shumë krenare për ty. Edhe jam shumë krenare për gruan cilën ti po bosh, edhe mënyrën e jashtëzakonshme që ti po e jep për gjeneratat e reja nëpërmjet mësimdhënies, podcastit, samiteve dhe gjithçka tjetër. Ndjehu krenare për veten, na ke nderu me prezencën tënde sot këto. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Donika, është shumë kënaqësi edhe është hera e parë që unë po flas për veten, kështu që ty nuk mundem me thon kur jo, edhe kënaqësi me qenë këtu bashkë edhe me gjithë dëgjuesit. Edhe tjerë që shto. Për tjetër shka e kom fjalën, fënkuce. Tërqape, faleminderit shumë Gili Hoxha.